Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Babul amr bi ijabat ad-da'i ila ad-da'wa. Obligohet të përgjigjesh ftesës nëse ftohesh në gosti martese. Në momentin që dikush të fton, do të thotë se vlerëson. Dhe është logjike që vlerësimit ti përgjigjesh me vlerësim. Në momentin që dikush fton dhe ti si përgjigjesh, kur ke arsye, se kur ke arsye s'ka problem. Kjo tregon mos kthim të respektit dhe të mirënjohjes me respekt dhe mirënjohje. Dhe kjo çon në ftofjen e zemrave. Dhe Islami nuk do që zemrat të ftohen. Për këtë arsye, hadithin e njohur, haku i muslimanit ndaj muslimanit dhe përmend 6 gjëra. Një nga ato 6 gjëra është dhe nëse e fton për gosti, ti përgjigjet. Pra pejgamberi sa se ka bërë hak, si më thonë, është haku i muslimanit kjo punë, pra nëse nuk e bën, je gjunofçar. Përveç se nëse ke arsye. Nëse ke arsye, mos më përgjigj. Dhe jo, për shembull smundje, një angazhim i pa llogaritur që se lën dot, nuk shkëputesh dot. Ose konsiderohet arsye që mos përgjigjesh nëse në gosti ka harame, ka alkool, ka harame të tjera, në këtë rast ty të lejohet që mos përgjigjesh. Po në rast të tilla mund të jetë një zgjidhje tjetër që shkohet përpara. Unë nuk vi dot për këtë arsye, shkon përpara ose mrapa. Pra, asnjëherë mos me humb vlerësimin që ka bëj tjetrin ftesë. Ftesa do të thotë vlerësim. Ftesa do të thotë respekt. Për këtë arsye dhe Islami ka obliguar që ti përgjigjesh pozitivisht gjithmonë kur janë mundësi dhe kur ka problematikë. An Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idha du'iya ahadukum ila al-walimati falyatiha. Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu tregon i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë nëse ftohet ndonjëri për jush në gosti, po atë fjalë në gostinë e martesës, atëherë le ti përgjigjet ftesës pozitivisht. Po nëse është gosti tjetër, jo gosti martese, nuk e ke problemin të përgjigjesh. Shqip punët e tuaja, hesabet e tuaja, llogaritë e tuaja, nuk ka problem. Ka njerëz që të ftojnë non-stop, hajde andre. Veç një mos ketë punë tjetër, vetëm se shkunohet drejta dhe darka. Kurse çështja e martesës është gjë tjetër. Se njeriu sa herë martohet në jetë ekstrem. Kështu që robi ta herë martohet, pra. Inshallah sa mërzitën ca njerëz, kur themi kështu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أنه كان يقول شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء وترك الدعوة ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. Abu Huraira radhiyallahu anhu thoshte, ushqimi më i keq është ushqimi i dasmave, i gostive. Ftohen njerëzit me peshë ose njerëzit me para dhe lihen të varfrit. Kush nuk i përgjigjet ftesës së gostisë së dasmës, ka kundërshtuar Allahun dhe dërguarin e tij sallallahu alaihi wasallam. Abu Huraira kur flet në këtë gjuhë, nuk flet dot nga vetja e tij, sepse kjo është gjuhë që ka të bëjë me dëshkim, me urdhëresë, me obligim. Fjala e Abu Hurairas, kush nuk i përgjigjet ftesës martesës, ka kundërshtuar Allahun dhe dërguarin e tij, do të thotë se është problem mos të përgjigjesh, do të thotë që ka qenë edukat dhe ka qenë mësuar prej tyre dhe e ditur prej tyre se duhet të përgjigj dhe nuk lihet ftesa pa arsye. Se fjala ka kundërshtuar Allahun
Dhe dërguarit e tij do të thotë se Allahu pas ka bërë obligim. Do të thotë se dërguarit e tij sallallahu alajhi wasallam pas ka bërë obligim, kështu që duhet në u përgjigj për këtë arsye kanë thënë dietarët, vetëm nëse ka arsye qëndrueshme i lejohet që mos përgjigjet, për ndryshe duhet përgjigj. Assalamu alaikum wa rahmatullahi